Mirë, unë po du me spjegu diçka. Kur jenë atë Besnik Bislimi, po du me të regu kronologjin se e kom premtu mbrëm që kom me spjegu që ka ndodhë dhe qësh është vlau i Besnik Bislimit i përfshim që tu edhe që ka ndodhë regjia nëse ka mundësi grafiken. Fillimisht, po flasim për kompanin Kosova e Re. Tahir Maloku, Naser Maloku të ceo. Okej, këtu e kemi te Kosova e Re. Edhe para se me u ble nga Fitoria, po shkojnë në kronologji dhe më përcjell me vëmendje. Para se me e ble Kosovën e Re, ekspert financiar ka qenë vllau i Besnik Bislimit, Florin Bislimi. Kjo është lidhja. Kompania Fitoria e ka ble Kosovën e Re. Florin Bislimi në këtë kompani, pa u bler, ka qenë zyrtar i financave në Kosovën e Re. Në vitin 2021, i revokohet licenca kompanisë sigurimeve Kosova e Re dhe fillon procedura e likuidimit. Pavarësisht kësaj, edhe pse fillojnë të largohen njerëzit nga puna, vllau i Besnik Bislimit vazhdon të mbetet në detyrën e tij dhe likuidatori caktuar nga Banka Qendrore e Kosovës e mban në punë vllain e Besnik Bislimit, Florin Bislimin. Në ditën kur i revokohet licenca, vendimi për revokimin e licencës së kompanisë Kosova e Re ishte marrë. Por Besnik Bislimi nuk ishte në dieni. A i thret në takim guvernatorin e atërshëm, i cili i informon Bislimin për revokimin e licencës. Bislimi nuk komenton dhe takimi përfundon pa u diskutuar ndonjë temë tjetër. Siç ka ndodhur në ngjarja, është që valën është paralajmëru një takim i bordit për në orën 14, në rast se nuk gaboj me orë, nga ana tjetër, vendimi vetë se është marrë në një takim të mëhershëm të bordit për revokim të licencës, në mënyrë që me shmang presionin për likuidim, për çka ka pas edhe emaila kërcënues dhe prokuria ka qenë në njohuri në momentin kur BÇK-ja ka paralajmëruar për shkak të keqpërdorimeve në kompaninë Kosova e Re, do të tërheqet licenca dhe do të shkojnë në likuidim. Çka ka ndodhur është që thirret guvernatori para mbledhjes së paralajmëruar që do të ketë një takim me Besnik Bislimin. Shkon ish guvernatori në zyrë të Besnik Bislimit dhe i tregon që janë taku ma herët bordi dhe e kanë marrë vendim për pikërisht për marrjen e licencës. Duke mos pas temë tjetër, takimi përfundon pa ndonjë temë të caktuar dhe nuk hapet asnjë temë në atë takim. Kjo është lidhja e Florin Bislimit, vllai të Besnik Bislimit, me kompaninë Fitoria, ku Naser Maloku është CEO, ndërkohë babai i Naser Maloku, Tahir Maloku, është pronar. Është mirë me